A doni të shkrini dhjamin e barkut dhe të keni një stomak të shesht pa u lodhur me dieta raskapitëse? Nëse po, jeni në videon e duhur. Sot do të përgatisim së bashku një nga lëngjet më të fuqishme dhe më të shpejta në botë, i cili shënjestron pikërisht dhjamin më kokfort në zonën e barkut dhe të belit. Shumë njerëz ndjehen të fryrë, pa energji dhe ankohen se nuk po heqin dot peshën rreth belit, sidomos pas periudhave ku kemi tepruar pak me ushqimin. Ky lëng me kastravec, xhenxhefil dhe limon është zgjidhja që përkërkoni dhe funksionon si një shkarkues natyral i yndyrnës. Nuk bëhet fjalë për një pije magjike të sajuar, por për një kombinim shkencor. Xhenxhefili përshpejton metabolizmin me hapa galopant. Kastraveci largon ujin e tepërt nga trupi që u bën të dukeni të fryrë, ndërsa limoni ndihmon mëlçin të djegë yndyrnat. Qëndroni me mua deri në sekondën e fundit, sepse do t'ju tregoj sekretin se si dhe sa duhet të konsumoni këtë pije, që të shikoni rezultatet e para që në javën e parë. Së pari fillojmë procesin duke prerë kastravecin në pjesë të vogla. Këtu kam një këshill jashtëzakonisht të rëndësishme për të gjithë ju nëse doni të humbisni barkun. Asnjëherë mos ia hiqni lëkurën kastravecit. Pikërisht tek lëkura e tij gjendet përqendrimi më i lartë i fibrave, që ju mbajnë ngopur për një kohë të gjatë dhe parandalojnë ato nepse të rrezikshme për ushqime të shpejta. Tani presim xhenxhefilin e freskët në feta të holla. Pasi i kemi prerë të dyja, i fusim me kujdes në blender. Për të krijuar bazën e lëngut ton, shtojmë ujë të ftohtë dhe saktësisht një lugë sheqerkaf të papërpunuar nga kallami i sheqerit, i cili shërben për të zbutur pak atshijen e fortë dhe djegëset që të xhenxhefilit pa i prishur vlerat. I blendojmë të gjitha së bashku derisa masa të bëhet plotësisht homogjene dhe e lëngshme. Pasi blenderi ka mbaruar punën, e marrim masën dhe e kullojmë me shumë kujdes duke përdorur njësitë të imet në mënyrë që të përfitojmë vetëm lëngun e pastër. Pasi e kemi kulluar, është koha të shtojmë lëngun e limonit të shtrydhur të freskët. Ky është momenti kur ndodh magjia, sepse limoni aktivizon menjëherë metabolizmin ton. Tani e hedhim lëngun në gotë, i shtojmë pak akull për ta bërë super freskues dhe pija jonë është gati. Shikoni këtë ngjyrë të mrekullueshme të gjelbërt. Kjo që po shikoni është një bombë vërtet shëndeti dhe një armë sekrete për barkun tuaj. Tani le të kalojmë te pyetja më e rëndësishme. Sa gota në ditë duhet të pimë dhe për sa kohë? Për të pasur rezultate maksimale në shkrirjen e dhjamit të barkut, rekomandohet të konsumoni 1 deri në 2 gota në ditë. Gotën e parë duhet ta pini patjetër në mëngjes, përpara se të hani asgjë tjetër, pra me stomakun plotësisht bosh. Kur trupi është në agjerim, ai i thith këto veti djegëse në mënyrë të menjëhershme. Gotën e dytë mund ta pini pasdite, ose para se të flini për të mbajtur metabolizmin aktiv. Për sa kohë duhet përdorur? Pijeni këtë lëng rregullisht për 7 deri në 10 ditë rresht. Pas kësaj periudhe bëni një pushim për 5 ditësh dhe nëse doni të humbni akoma më shumë, mund ta përsërisni përsëri ciklin. Ju premtoj që rezultatet që në javën e parë do t'ju habisin. Nëse ju pëlqeu kjo recetë për humbjen e barkut, mos harroni të më mbështesni duke i bërë like kësaj video. Lini një koment më poshtë nëse do ta provoni që nesër dhe bëni subscribe në kanal duke aktivizuar zilën që të mos humbisni asnjë video tjetër. Shikohemi në videon e radhës.